Klasat e 10 të shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa prezantuan sot projektin Unë buroj nga natyra. Me mesazhin Unë jam pjesë e natyrës dhe ajo jeton përmes meje, nxënësit treguan lidhjen e ngushtë që kanë me natyrën. Më konkretisht, këtë lidhje ata e kanë realizuar tek kopshti me produkte bujqësore bio në ambientet e shkollës për të cilin i janë kujdesur vetë. Të bazuar tek lëndët mësimore dhe të drejtuar nga mësuesit e tyre, ata përgatitën një prezantim të veçantë, ku ndërthurën historinë gjeologjike të tokës, eksperimentet në kopshtin e tyre dhe krijimet artistike që i lidhin me natyrën. Sot do të ndaj me ju një temë të veçantë, një temë që nuk është vetëm shkencë, histori apo art, por një thirrje e fortë dhe e sinqertë nga vetë natyra. Projekti ynë titullohet Unë buroj nga natyra. Ndërlidhe me të përmes shkencës, shoqërisë dhe artit, sepse natyra nuk është vetëm sfondi i gjelbëri që i jetëson, ajo është gjallëria që rrihet brenda nesh, fryma që na mban gjallë dhe burimi i pashtershëm i frymëzimit. Qëllimi ynë me këtë projekt është të tregojmë lidhjen e ngushtë që kemi me natyrën, si në të kaluarën, ashtu në të tashmen dhe në të ardhmen. Para 13.8 miliard vitesh, një pikë shumë e vogël në univers filloi të zgjerohej pasi shpërtimit të njohur si Big Bang. Që në këtë moment filluan protonet dhe neutronet e para. Më pas atomet, që më vonë bashkuan për të krijuar trupa hapësinore. Dhe patjetër planetin tonë Tokë. Kemi dëgjuar shpesh që pa dritë nuk ka jetë, kjo sepse energjia diellore është faktor kryes në procesin e fotosintezës, përmes së cilës bimba përdor dritën e diellit për të prodhuar lëndë ushqyese. Ky proces është thelbësor për rritjen e çdo bime. Në kopshtin tonë, ne sigurohemi që çdo bimë të ketë mjaftueshëm dritë për të rritur e shëndetshme. Ne gjithashtu kemi vënë re se bimët që janë në hije rriten më ngadalë, pikërisht sepse nuk kanë mjaftueshëm dritë dielli për të kryer fotosintezën. Mësueset Kristi Dedej dhe Jonida Bardo që drejtuan projektin, tregojnë eksperiencën që kaluan së bashku me nxënësit në këtë projekt të bukur. Unë i kam ndjekur fëmijët, nxënësit tanë, që nga momenti i parë që pama të tokë që na u duk vërtet shumë e madhe për ta punuar dhe për të marrë ato frutet e ajo toka, e deri në momentin që ne vërtet ja dolëm mban dhe ne arritëm që të përfitonim aq shumë nga natyra, nga ajo tokë. Kështu që i kam ndjer vërtet këta fëmijë të punonin, të kishin ato përgjegjësinë, të pyesnin, të interesoheshin, të bashkëpunonin me ne në mënyrë që ne të arrinim vërtet aty ku ne donim dhe të ndjeheshim ashtu siç ne vërtet u ndjem. Kështu që jam vërtet falënderuese për ato momentet e bukura që ne kemi kaluar dhe unë vërtet kam shkuar atë procesin e rritjes së bimëve dhe të marrjes së fryteve. Jam vërtet përgjegjës dhe kam krijuar dhe kam bërë një punë të mrekullueshme tek ajo toka, tek ai kopshti jon i vogël. Dua të citoj një prej ideve më të rëndësishme të veprës Fauci të Goethes, i cili thotë se shkenca mund të marrë, mund të nxjerrë përgjigjet e pikpyetjeve që lidhen me natyrën, por nuk mund të dot kur ta rivalizojë atë, sepse përgjigjet e vërteta janë atje te natyra. Edhe ne këtë patëm si qëllim në projektin tonë, që ti lidhin nxënësit, t'i afronin nxënësit sa më shumë me natyrën, në mënyrë që ata vetë në një farë mënyrë të gjenin përgjigjet dhe të kishin jo vetëm përfitime praktike siç ne i patëm, por edhe përfitime edukative dhe emocionale. Dhe ata e arritën këtë, pavarësisht perfekcionin në të cilin do donin që ta kishin projektin, përsëri ne morëm dashuri nga projekti. Në shenjë mirënjohje dhe vlerësimi kemi përgatitur një certifikat të cilin duam të ndajmë në Lanca. Shumë faleminderit që keni qenë me këtë projekti. Ne të gjithë bëjmë nga natyra dhe duhet ta duam ata.